Dhimbjet e nyjeve, plakja dhe artriti ishin temat e emisionit Shëndeti dhe Shëndetësia në studion e televizionit 6+1 Vlora. E ftuar në studio ishte mjekja Valbona Hibrai, specialiste reumatologe dhe fizioterapeute. Moshat e treta janë ato që preken më shumë nga këto sëmundje, ndaj edhe këshillat e mjekëve specialistë dëgjojnë me vëmendje prej tyre. Mjekja bën të ditur se plakja është një proces biologjik që ndikon në organizmin e njeriut, por kjo nuk do të thotë që moshat e treta duhet të vuajnë nga dhimbjet. Moshat e treta duhet të bëjnë një jetë cilësore, pasi nuk është mosha ajo që shkakton dhimbjen, por faktorët e tjerë të jashtëm, siç është stili jetesës, ushqyerja apo aktiviteti fizik. Artriti, sarkopenia, osteoporoza dhe të tjera janë sëmundjet që stimulohet nga procesi i plakjes dhe këto sëmundje duhen kapur në kohë dhe të trajtohen. Nëpërmjet këshillave të duhura dhe marrjes së konsultës nga mjeku së ai që paraqiten vështirësi në lëvizje, ngurtësi mëngjesor, dhimbje të artikulacioneve, ju mund të shmangni problemet e sistemit muskuloskeletik. Mjekja këshillon përdorimin e suplementeve, vitaminave, por ato duhet të merren pas konsultës me mjekun dhe duhen pirë sipas udhëzimeve përkatëse. Mungesa e vitaminës D është shprehur shumë në popullatën e vendit tonë, ndaj Hibrai këshillon marrjen e saj pas kryerjes së analizës që përcakton nivelin e vitaminës D në gjak. Fizioterapia dhe elektroterapia dhe masazhi bëjnë një përmirësim të dukshëm të sëmundjeve të sistemit muskuloskeletik. Të gjitha këto teknika bëhen në përshtatje me sëmundjen dhe dhimbjen që ka një pacient. Ozonoterapia është një nga metodat e reja të trajtimit të dhimbjeve të nyjeve. Kjo metodë trajtimi redukton inflamacionin, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe stimulon rigjenerimin e kërcit dhe nuk ka asnjë efekt negativ, bën të ditur mjekra reumatologe Valbona Hibrai. Jeta sedentare apo pa aktivitet fizik, obeziteti dhe keq ushqyerja janë ato që ndikojnë për keq apo favorizojnë krijimin e artritit dhe ngurtësimin e artikulacioneve. Ndaj këshillat e mjekes Valbona Hibrai për të gjithë njerëzit dhe kryesisht për moshat e treta janë: lëviz sa më shumë, ushtro notin, ushqeu sa më mirë dhe ul peshën. Në këtë mënyrë procesi i plakjes vjen më ngadalë dhe jetesa është më cilësore.